Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me protestën qytetare që po zhvillohet prej 18 ditësh në Tiranë, duke theksuar se mirëkupton qytetarët që janë bashkuar për shqetësimet mjedisore, por duke akuzuar një pjesë të aktorëve politik dhe zërave publik për dezinformim dhe përpjekje për të instrumentalizuar protestën. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, Rama u ndal tek raporti mes qëllimeve të mira dhe fakteve, duke paralajmëruar se kauzat politike nëse shkëputen nga realiteti, rrezikojnë të devijojnë. Rruga për në ferr është shtruar me qëllime të mira, shkruan Rama duke theksuar se historia është e mbushur me lëvizje që kanë nisur me qëllime fisnike, por kanë përfunduar në fanatizëm dhe përjashtim kur janë shkëputur nga faktet dhe dialogu. Ai shprehu mirëkuptim për qytetarët që protestojnë për shqetësimet mjedisore, por kritikoi mungesën e gatishmërisë për bashkëpunim me institucionet dhe ekspertët, duke përdorur metaforën e flamingove, të cilat sipas tij rrezikojnë të ndikohen nga sorrat dhe korbat që ushqehen me dezinformim dhe konflikt. Sipas kryeministrit, shqetësimi mjedisor mbetet i ligjshëm, por duhet të trajtohet mbi bazën e fakteve dhe zgjedhjeve konkrete institucionale. Protesta në Tiranë vjen prej më shumë se 2 javësh dhe ka mbledhur qytetarë që kërkojnë masa për mbrojtjen e mjedisit, ndërsa qeveria thekson nevojën për dialog dhe qasjen institucionale për trajtimin e kërkesave.